Në kritika për qeverisjet aktuale lokale dhe në shpalosjen e premtimeve dhe vizioneve për mandatet që i synojnë, kandidatë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar komunash e kanë përqendruar ditën e tretë të fushatës për balotazh. Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahet më 9 nëntor, AK-ja do të garojë në 5 komuna. Në atë të Junikut, kandidati Agron Kuqi e ka kritikuar qeverisjen aktuale të komunës se për arsye politike i ka lënë në gjysmë shumë projekte. E bëri zotim që ato t'i finalizojë, po që se ai merr drejtimin e komunës. Kjo është fytyra e vërtetë e pushtetit në ikje. Kjo rrugë që të çonte shtëpia e Bardhyl Himajt është lënë qëllimisht pa asfalt, edhe pse çdo gjë është gati për t'u shtruar. Arsyeja, sepse banorët nuk janë të LDK-s, por Juniku nuk është i një partie, është i qytetarëve të ndershëm që meritojnë barazi dhe respekt. Enes Suarek, kryetari aktual që e synon edhe një mandat, Bali Muharremaj, e ka quajtur tani më të përfunduar garën politike në këtë komunë. Ai gjatë një tubimi me qytetarë të mbajtur në fshatin Duhel, e ka kujtuar kontributin e dëshmorëve dhe të invalidëve të luftës. Mos i shikon dëshmorët dhe invalid, po ju garantoj që sot nuk ishte më konë shtu. E ku ishëm, nuk mund me ditë kërkush. Kumar, puna e partive është kry, kemi hinë garë, një nda votat kanë fitu, mirës kanë fitu. Këtë jemi shqiptarë, për fatë mirë po garën për parti politike e kemë kry, karë puna për kryetarë komunës. Kryetari komunës Rahovecit, që e kërkon edhe një mandat, Smajl Latifi, fushatin e ka përqendruar të gratë. Ai ka premtuar se nëse i siguron edhe 4 vjet të tjerë në detyrë, do të angazhohet që gratë të fuqizohen në vendimarrje. Mandati ynë i ardhshëm do të karakterizohet nga një përkushtim i veçantë për mbështetjen e grave të komunës sonë, duke u dhënë hapësirën që meritojnë dhe duke i përfshirë në vendimmarrje institucionale. Këtë çështje e diskutuam së bashku sot në një tubim me gra, ku patëm rastin të diskutojmë edhe për masat konkrete që do t'i ndërmarrim që gratë të gjejnë mbështetjen e nevojshme si në sektorin publik ashtu edhe në sektorin privat. Latifi në raundin e parë të zgjedhjeve lokale të mbajtura me 12 tetor, ka dalë kandidati i parë, duke i siguruar 37% të votave. Në balotazh ai do të përballet me kandidatin e Lëvizjes Vetvendosje, Ali Dula, i cili në raundin e parë ka marrë 23% të votave.